Prej disa ditësh në rrjet kanë qarkulluar zëra për një ndarje mes Fifi dhe partnerit e saj Adis Patushi. Aludimet nisën pasi disa foto të çiftit u zhduken përpritur nga rrjetet e tyre sociale, duke ndezur spekulimet për një krizë në marrëdhënien e tyre. Por duket se nuk ka vënë për panik nga fancat. Burime pranë çiftit bëjnë të ditur se marrëdhënia mes tyre vazhdon normalisht dhe se nuk bëhet fjalë për asnjë ndarje. Të dy janë të fokusuar në jetën personale dhe projektet profesionale që po zhvillohen paralelisht, ndërsa fshirja e fotove është thjesht një zgjedhje personale, jo sinjal ndarjeje. Pra për të gjithë ata që nisën të shqetësohen, Fifi dhe Adisi janë ende bashkë, ndoshta më të qetë, më diskret, por larg çdo krize. Të paktën, kështu bëhet të ditur nga burimet e sigurta. Nga ana tjetër, Fifi pati një konflikt që u shua sapo filloi me Egli Takon. Ndonse kishin premtuar shumë bashkëpunime mes tyre, ata bën vetëm një bashkëpunim dhe me sa duket, aty mori fund e gjithë miqësia e tyre. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.